kemi taku klubet dhe kemi thonë, e dini çka? Kemi vjel të gjithë prej këtij suksesi që kemi arrit. Po tash duhet me anis me pagu të gjithë, sepse federata nuk mundet me e përballu këtë kast. Ne kemi të thotë 3 klubet që ati marrin mini milion euro në vetë. E kam buxhetin mini milion euro në vetë. 1.2 milion euro për sponsorizime. Lej anash edhe tyrat e vetanakit që ati kanë. Nëse jemi të full për një klub i përmasave të tilla, atëherë nuk i kushton kur gjë me i dhon për fillim 20, 30, 40 apo 50.000 euro për. Ky paralajmërim i dhënë nga kryetari i Federatës së Basketbollit të Kosovës Arben Fetahu në emisionin Sportcast u bë vendim zyrtar i kësaj federate vetëm pak ditë më pas. FBK ka vendosur që klubet e Superligës së Basketbollit të Kosovës do të paguajnë 20.000 euro në formë kuotizimi për garim në Superligë, shifër kjo shumë fish më e lartë krahasuar me 1.500 euro sa ishte deri më tani. Për përfaqësuesit e klubeve të Superligës, ky vendim ishte i papritur dhe konsiderojnë se është barre e madhe financiare. Drejtori i klubit të basketbollit Ylli, Lendrit Palushi, tha për Kosova Press se klubet kanë qenë të informuara paraprakisht për rritjen e kuotizimit para fillimit të sezonit, por vlerësoi se arsyetimi i Federatës së Basketbollit të Kosovës për këtë vendim nuk është plotësisht i qëndrueshëm. Sipas tij, edhe pse klubet mund të përballojnë pagesën, do të ishte më e pranueshme një mënyrë më fleksibile e pagesës. Ne kemi qenë njoftuar edhe pak më herët që do të na duhet të paguajmë një kuotizim me vlerë 3 përkundër sezonave të kaluara ku ka qenë 1.500, edhe me arsyetimin që Federatës realizimi ose mbarvajtja e Superligës të meshkujve po i kushton më shumti. Mirë po, kjo vlerë në rregull, është në rregull për shumicën e klubeve, pasi që ne operojmë me gjitha klubet operojmë me buxhet bajakit mirë. Mirë po, arsyetimi që Superliga meshkujve po i kushton Federatës shumë, nuk do të ishte ndoshta arsye e pranuar, pasi që shumica e sponsorëve të Federatës vijnë nga Superliga nga garat e Superligës, ndoshta edhe para kombëtarës Kosovës. Nuk e besoj që klubet tjera nuk do të mund ta paguajmë, ne gjithë klubet mund ta paguajmë atë vlerë, por ndoshta me një marrëveshje më të mirë ose si themi, ose me këste, më shumë këste, sepse Federata e ka dhënë edhe një opsion që mundet me u pagu edhe me dy këste, edhe kush e paguan me një herë ka dhe zbritje 20%. Nga ana tjetër, drejtori i KB Bashkimit Qëndrim Biraj e cilësoi se të papritur vendimin e Federatës së Basketbollit të Kosovës për rritjen e kuotizimit për klubet e Superligës. Ai tha se bëhet fjalë për një barë të konsiderueshme financiare, sidomos për klubet me mundësi më të kufizuara. Po padyshim që edhe për ne ka qenë e papritur ky vendim, ka qenë një përkapërcim i madh financiar, është bërë shtesë për secilin ekip, po besoj për disa ekipe është edhe më i rëndë. Mirë po sidoqë të jetë është vendimi i Federatës, aty kanë qenë edhe përfaqësuesit e pothuajse të gjitha klubeve në bord, edhe e kanë aprovuar këtë farë sistemi të ri. Ndërsa përfaqësuesi i KB Trepsha Edin Vërbiçi vlerësoi se vendimi i fundit i FBG-s për rritjen e kuotizimit është marrë për t'i ndihmuar Federatës në tejkalimin e sfidave financiare, por paralajmëroi se ai do të krijojë vështirësi shtesë për klubet në prag të sezonit të ri. Vendimi i fundit i marrë nga Federata e Basketbollit të Kosovës, po edhe ngjarjet e fundit, mendoj që është një vendim me thonë ad hoc është në kuptimin asaj që kishme i ndihmu Federatës me i tejkalu disa sfida financiare në cilat ne si klube e kemi pa që po kalon, mirë po në aspektin operacional për klubet, sidomos në këtë fillim sezon ku janë pjesa përgatitore, sidomos pjesa e kompanimit ose krijimit e strukturës boshit ekipor, pjesa e përgatitjes për pjesëmarrjen në arenën ndërkombëtare, këtë rast në FIBA Eurocup, ku jemi pjesëmarrës pikën e tretë me radhë. Mendoj që është barë shtume për secilin prej klubeve pjesëmarrëse të Superligës, marrë parasysh këtë që ka edhe klube të cilat ndoshta janë edhe me buxhet më të kufizuar dhe me mundësi financiare më të kufizuar.
kufizuar, prandaj unë mendoj si me thonë këtë rast përfaqësuesi i klubit basketbollit Trepça, që ka me pas telashe, ka me shkaktu telashe dhe për klubet,